Ish presidenti i Republikës së Shqipërisë Recep Mejdani është nderuar sot me titullin doktor honoris causa nga Universiteti i Tetovës. Ky vlerësim i jepet Mejdanit për kontributin e tij të shquar në jetën akademike, shkencore dhe institucionale, si dhe për rolin e tij në forcimin e demokracisë, arsimit të lartë dhe mendimit intelektual në të gjitha trojet shqiptare, veçanërisht në Maqedoni të Veriut. Ceremonia e sotme u zhvillua në kuadër të shënimit të 31 vjetorit të themelimit të Universitetit të Tetovës. Për mua dhënia e këtij titulli ka shumë domethënie. Në vitet 1976-1981, disa herë në vit, pasi ligjërimi më shpesh i zëditor në Universitetin e Prishtinës, në rrugën e kthimit për në Shqipëri, një nga dalesat ishte dhe Tetova. Këtu është streuar përkohësisht pas rrëzimit të Republikës dhe instalimit të mbretërisë dhe babai dhe familja ime republikane. Ndoshta ky lloj ndalimi ka qenë dhe një parapërgatitje për kthimin tim të Tetovë si ligjërues 20 vite më vonë me ftesë të rektorit të universitetit, profesor Sadi Bexhetit, dhe ish kolegut të Universitetit të Prishtinës, kryetarit Senatit, profesor Lutfi Istrefi, shoqëruar dhe me një kërkesë të mikut tim Recep Qosja për të ligjëruar në të njëjtën kohë në Universitetin e Tetovës. Aty, një nga kolegët në Fakultetin e Shkencave Matematikë Natyrore ishte dhe një nga studentët e mi të fizikës në Universitetin e Prishtinës, i ndiri docent doktor Atip Hyseni. Ceremonia e akordimit u zhvillua në ambientet e Universitetit të Tetovës, në pranit të autoriteteve akademike, personaliteteve të jetës publike dhe përfaqësuesve të komunitetit universitar. Me këtë titull, Universiteti i Tetovës vlerëson figurën dhe veprën e Recep Mejdanit si një nga personalitetet më të rëndësishme të jetës akademike dhe politike shqiptare në dekadat e fundit. Universiteti i Tetovës që nga themelimi i tij ka pasur si mision themelor afirmimin e dijes, përparimin e arsimit universitar dhe respektimin e personaliteteve të shquara që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në shkencë, kulturë, arsim, shoqëri dhe politikë. Në këtë frym, drejtuesit dhe organet akademike të Universitetit të Tetovës kanë shprehur vazhdimisht respekt dhe vlerësim të veçantë për zotëri Recep Mejdani, personalitet me arritje të çmuar në jetën akademike, shkencore dhe politike shqiptare. Ngjarja e sotme sipas rektorit të Universitetit të Tetovës Jusuf Zejneli është e rëndësishme për shkak të historikut në për të cilën ka krijuar universiteti që nga themelimi i tij. Sot në këtë akademi solemne nuk kemi mbledhur vetëm për të përmbyllur një vit pune, por edhe për të reflektuar mbi rrugtimin tonë të përbashkët, për të kuptuar më qartazi se ku qëndrojmë si institucion dhe për të përcaktuar me përgjithësi drejtimin tonë të ardhshëm. Universiteti nuk është kalendar ngjarjesh, por një hapësirë ku ndërtohet kuptimi, një vend ku dia merr përgjithësi dhe ku vizioni shndrohet në veprim. Gjatë këtij viti kalendarik, Universiteti i Tetovës ka dëshmuar se kupton dijen jo si grumbull informacash, por si një proces gjykimi kritik, emancipues, shoqërisht të angazhuar dhe të lidhur ngushtë me nevojat reale të shoqërisë sonë dhe sfidat e kohës në tërësi. Si rallëherë, shënimi i 31 vjetorit të themelimit të Universitetit të Tetovës të boj krerë të partive politike, përfaqësues të pushtetit qendror, përfaqësues dhe kryetar të komunave, përfaqësues të sektorit të biznesit, në mesin e tyre dhe filantropi i njohur Lazim Destani.